jo shpagjen pagu dhe 670.000 euro tjera në mënyrë të kundërlishme. Ligji është shkelur. Dami është shkaktu dhe një palë tretë ka përfitu. Sa i përket veprës penale keq përdorimi i detyrës zyrtare, mund dënohen deri në 10 vite. Unë mendoj që akt akuza është mjaft mirë e hartuar, e mbështetur me prova dhe e argumentuar detajisht mbi faktet kyçe që ligji është shkelur. Dhe gjithë procedura prej fillimit deri në mbarim është përfshirë në një proces gjerë shkeljes ligjit. Mendoj që prokuria ka arritur që të argumentoj mjaftueshëm që ligji është shkelur, sepse procedura e negociuar mbi blerjen e miellit, vajit dhe sheqerit ka qenë e kundërlishme. Mbas ligjit, rezervat shtetërore nuk mund të konsiderohen sekret shtetëror. Procedura e blerjes së tyre, rrjedhimisht procedura është dashur që të jetë e hapur, pra e konkurrencës së lirë, ku do të mund të konkuronin edhe subjekte të tjera për të ofertuar mbi çmimet e këtyre rezervave shtetërore. Pastaj, shkeljet e më të tjeshme janë që i çmimi pas zgjedhjes kompanisë turke për miell dhe kompanisë polake për vaj dhe për sheqer, çmimi i negociuar dhe i kontraktuar me kontratë ka qenë 3 fish i çmimit tregut. Më thonë, na për 10.000 tonë kena pagu 483 euro për tonë, kurse në treg është 183 euro ka qenë në atë kohë. Rrjedhimisht buxheti i shtetit vetëm nga çmimi mbi çmimin normal të tregut është dëmtuar mbi 1.900.000 euro. Pra, politika e gabuar e ministrisë, e ministrës, e kryeministrit, me tendencë për të eliminuar nga tregu, nga e drejta konkurimit, kompanitë mëdha që ndoshta janë perceptuar dhe si armik ideologjik në emën të oligarkisë, sikurse MC Llosi, tendenca për të eliminuar kompanitë shqiptare, kosovare në ofertim, e ka dëmtuar Kosovën mbi 1.9 milion euro. Në çmim përfshihet edhe kostoja transportit. Përfshihen gjitha shërbimet deri në dorëzim nga ana e kontraktorit. Këtë rast ka qenë i përfshim në kontratën fillestare me kompaninë turke, edhe dorëzimi, edhe transporti për dorëzimin e miellit. Mirë po pastaj i njëjti ka kurrëzuar dhe ka kërkuar që të paguhet ekstra 2 dërgesa për sjelljen e 10.000 tonëve dhe jo shpagjen pagu dhe 670.000 euro tjera në mënyrë të kundërlishme. Pra kemi të bëjmë me një proces si të tërë, i cili ka shkelje të shumta përtej asaj që vaji dhe sheqeri fare nuk janë dorëzuar, janë pagu 276.000 euro një kompani polake me një udhëhec me një pronar mashtrues, e që tregon edhe për nivelin e amatorizmit lartë të institucioneve tona të shtetërore në negocimin e kontratave të tilla, ku nuk e kanë përdorur as pak aparatin shtetëror për të vërtetuar kredibilitetin e atyre kompanive. Sa i përket veprës penale keq përdorimi i detyrës zyrtare, mund dënohen deri në 10 vite, sepse ka të bëjë me dëmtim buxhetit të shtetit mbi një shumë të lartë, 5.000 euro. Kurse sa i përket zbulimit të fshehësisë zyrtare, që 2 prej zyrtarëve tjerë të ministrisë ja kanë zbuluar vendodhjen e magazinave ku do të depozitoheshin sasitë e miellit dhe rezerva shtetërore të blera, zotërit Ridvan Muharrimi, i cili mbas të ligjit nuk është dashur që ta ketë këtë informacion zyrtar sekret, sepse ky konsiderohet sekret shtetëror vendodhja e këtyre magazinave, mund të dënohen deri në 3 vite. I gjithë procesi është proces i kundërlishëm dhe gjithë procesi është proces që mënyrë zinxhirore ka filluar, mënyrë kundërlishme duke filluar dhe nga kryeministri, i cili mënyrë të kundërlishme i ka konsideruar si sekret, sekret shtetëror çështjen e blerjes së këtyre rezervave, që është në kundërshtim me ligjin për rezerva shtetërore dhe ligjin mbi prokurimin publik, dhe pastaj ka nxjerrë vendim që të përjashtohen procedurat e hapura të tenderimit, të konkurimit, të subjekteve të ndryshme, dhe pastaj në mënyrë zinxhirore ka filluar gjithçka në shkelje duke u përzgjedh këto kompani sipas rekomandimeve, udhëzimeve dhe vlerësimeve, gjëja profesionaliste të Ridvan Muharrimit, i cili në mënyrë të kundërlishme është përfshin këtë proces si një
i afërt i kryeministrit dhe si një besnik i partisë vetëvendosje. Nga këndvështrimi im profesional si avokat dhe si jurist, konsideroj që ligji është shkelur. Dami është shkaktu dhe një palë tretë ka përfitu. Nëse nuk mund të argumentohet që ka përfitu materialisht ministri ose zyrtarët, që në akt akuzë nuk argumentohet, nuk ka prova që implikojnë përfitimin personal të ministrës, pra përfitimin financiar të kundërligjshëm ministrës nga buxheti i shtetit, nga këto shitblerje, mirë po është e sigurt që kompanitë e huaja kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Dhe natyrisht që përgjegjësia ju takon atyre të cilët kanë pasur obligim që të veprojnë në bazë të ligjit dhe jo në bazë të presioneve, kërkesave, dëshirave, qoftë të kryeministrit, pa e konsultuar ligjin apo me një lloj kapadejllëku, domethënë të konsiderojnë që ligji është i lehtë për të zhvlerësuar, për të interpretuar ndryshe dhe për të shfuqizuar situata të caktuara me vendime qeveritare, duke e ndryshuar, domethënë kategorizimin e këtij procesi dhe rrjedhimisht gjithçka tjetër është shkelje e matutjeshme duke filluar nga ky urdhër, ashtu që mendoj që përgjegjësia është ndoshta prej kryeministrit, ministrës e pastaj zyrtarëve të tjerë. Pavarësisht që aktakuza nuk është ngritur ndaj kryeministrit.